Ka ndodhur në kohën e Malik ibn Dinarit, një rast. Malik ibn Dinari është një prej dietarëve të mëdhenj të fesë islame, që llogaritet për gjeneratës së dytë të muslimanëve, prej tabiinëve, i cili është takuar me një numër të madh të shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka lind në kohën e kur ka qenë gjallë Abdullah ibn Abbasi. Domethënë se ka mri pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ka jetuar në Basra. Thot Malik ibn Dinari, thot na kapi një thatësi e madhe. E kur ka thatësi të madhe, sunet është me fal namazin e shiut, quhet salatul istisqa, sunet është. Thot i mbledha ato, këtë dulëm, mirë po i mbledha dhe filanin e filanin, vi përmend me emra njerëzit mirë. Që kur t'ja bëjnë lutje Allahun me vapran. Thot u falem një ditë e dy, s'ka shi. Thot e pash një sklav zdi, zezak, i cili, thot i kishte do të tesha, kret me abo e sa, thot një 2 dirhem. Do me thonë, fukara ose s'ta mërmendja. I cili, kur shkun njerëzit, me se e falen namazin e istiskas, shkun, si calli u daktisën, u shpërndal njerëzit, shkun në për shtëpit e veta. Thot unë u ndalë me disa vetë, u tha, ki pak atje më lartë në skajt musallas, e fali namaz edhe i qoj durt. Tha, o Allah, lëshoj e shiun, se mbretnia jote është pa fund. Kur gjon nuk të paksohet nga pasuria jote. O Allah, po të bëj be, për hatër dashurisë tënde që ki ndaj meje. Tash ki Malik ibn Dinari e dëgjon. Që ti pikaj di që Allah do. Për hatër qasoj dashnisë që ti më do mu, lëshoj e shiun. Edhe tha s'ka shku shumë pak. Vesh kur tu, në më thonë, u mbush qielli me re. Edhe filloj me rashi. Edhe thot, edhe ai vazhdoj, në më thonë, e përfundoj doan, shiu ja nisi me raj, vazhdoj me shu, thot unë i shkova mas, edhe parafërsisht e pa shku hini. Ama natë vonë, nesër men kum shku të e vendit, edhe i kum thanë, e gjeta atë pranarin, a i kishte kon, ki robi ishte kon pranën njoni që ka bo tregti me robër. E thot, o filan, thot du me blej be një robë, po mërë, thot që shjo, një sklaf me blej prej teje. Thot, po sa du shkam, edhe i nxeri, 1, 2, 3, 70 ropë sklever i kishtë pasaj. Mirë po sështë ki personi që e ka pa. Jo, thot, dikan tjetër e lipi, thot une. Thot, që këto i ki matë mirë, thot, për punë, sa to i ka marrë për punë. Skleverit i ka marrë, e ki bledhet ka punu. Qka i ki thonë? Të veç i ki thonë me hangër, me pi, edhe a i ka punu në atë ditë, pa pare për te. Shtu kanë funksionu atër. Thot, jo, dikan tjetër jam të ripë. Thot, është një që ati më një sobe, e rri veç ati, veç ka në nautën falë namaz, pa thot a i së është për kur gjonë, thot mos e merë atan se, thot a i s'punan, nuk mundet me të kry shumë punë. Thot kur shkova e këshira, që i boni doa pramë. Thot unë e du me blej që ketë. Më blej, veç po të kalzoj, thot se ki ma të mirë me këtë shmim. Thot që ketë po du me blej, Malik ibn Dinari, këtë djetari. Edhe merë ata. Edhe, hajde thot me mu. Edhe u dhe si thot ai robi, thot pse be thot mu more, thot se unë e punime, nuk ja kam be haber, zdi zanat, zdi me punu, nuk jam, s'kam fuqit fizike, trupore. Jo, thot unë s'kam marrë, thot ti me më shërbi muj, thot Maliku ati. Po thot une, në me thonë, të kam marrë që une me të shërbi ti. Se kështu, pram të kam për cilë edhe ka bova ki. Ki bo dua, në sa jena tu bo dua, kur kujtë se ka pranu Allah lutje. Edhe ai sklavin betet edhe habitit. Thota, pas ke marrë vesht? Pa. Thota, ban mu nalë pak qëtu, thot t'i fali një 2 rekate. Edhe thot, hani që mund është mu falë. Maliku i thot, mund është mu falë. Thot, e falë 2 rekate dhe i qanë dusht. Thot, o Allah, mes meje dhe teje, se ka ditë kërkush, ta është dul me i dan. O Zot, ma mirë merë ma shpirtin, se sa unë e me jetu mose, shta shumë murë vesht. E falë namazin, e përfundon duan, edhe vdes.